Nuk e kishim parë më parë, por sapo u shfaq, mori gjithë vëmendjen. Mbesa e Shyrete Behluli po shpërthen në rrjete me bukurinë dhe prezencën e saj natyrale. Këngëtarja e njohur Shyrete Behluli këtë herë nuk është në qendër të vëmendjes për muzikën, por për një prezantim shumë personal dhe emocional. Ajo ka vendosur t'i prezantoj publikut mbesën e saj, Melizën, një emër që deri më tani nuk ishte ekspozuar kaq shumë në publik. Momenti special. Prezantimi erdhi në ditëlindjen e Melizës, një ditë që tashmë do të mbahet mend nga të gjithë ndjekësit. Shyretja, me shumë dashuri dhe krenari, e quan Melizën, e bukura e hallës. Fjalët e saj nuk ishin thjesht një kompliment, ishin reflektim i një marrëdhënie të veçantë dhe të ngushtë që lidh gjeneratat e familjes së saj. Atmosfera. Ditëlindja ishte e mbushur me emocione, buzëqeshje dhe përqafime. Të ftuarit nuk mund të ndalonin të flisnin për Melizën, ndërsa Shyretja nuk kursente fjalët e ngrohta dhe krenarinë për mbesën e saj. Ndërkohë që kamera kapte çdo moment, ishte e qartë që kjo nuk ishte thjesht një ditëlindje, por një moment për të ndarë me publikun një pjesë të veçantë të jetës së saj. Pse po flitet kaq shumë? Sepse Meliza nuk kalon pa u vënë re. Pamja e saj e ëmbël, tiparet e rregullta dhe prezenca natyrale kanë bërë që ndjekësit të reagojnë menjëherë. Komentet në rrjete sociale flasin vetë, sa e bukur. Si modele. Pse nuk e kemi parë më herët? Kjo vajzë do të jetë ju. Për shumë ndjekës ishte një surprizë e këndshme të shihnin se Shyretja ka një lidhje kaq të ngushtë dhe të bukur me mbesën e saj, dhe që Meliza nuk është thjesht një pjesë e familjes, por edhe një prezencë e veçantë që po merr vëmendjen që meriton.